Përshëndetje, Flora për juve, gjithë shikuesit e televizionit Alsat, programit juaj të mrekullueshëm, dhe në veçanti e përshëndes vllachkun tem, binjakun tem, Arditin. Normal nëse i kthehemi pas në kohë karrierës tonë të përbashkët me vllachkun tim, Arditin, kemi shumë çka për të thënë, do thotë na duhet orë tëra për të shpalos kujtime për jetës tonë, po veç më thonë një kuriozitet ose një gjë kështu që më ka përcjell fati i teksteve të këngëve, edhe falenderoj Arditin që gjithmonë ka qenë aty pranë për me mshti me këndu, se unë ashtu kështu gjithmonë kam qenë fokusuar në botën e instrumenteve me tela, ndërsa në atë të këndimit shumë pak, që kështu kujtohet që gjatë festivaleve kur performonim ose kur këndonim bashkë me Arditin atë kohë, Arditi më shtynte edhe më rikujtonte momentin se kur duhet me hy me kënu, dhe e kisha si pikë referuese për me i majt men tekstet. Kjo është kështu, disa më ndajktojnë, disa nga momentet, edhe pse kemi shumë çka për të thënë, po shpresoj kur t'jemi ndoshta një herë tjetër, ose të kemi rastin që t'jemi bashkë me Arditin mysafir të këti, Flora, atëherë do shpalosim kështu edhe kujtime të shumta që i kemi bashkë. Ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë. Miru pafshim. Shumë moment i bukur kë. Unë falenderoj shumë. Unë për që ato të thash, ti ajo e surprizave, du. A boj me ta bo një zemër? Pa tjetër, falenderit shumë, gjithashtu shumë dashuri. Veç nuk e kom një ngjyrë të kuqe me lynë mes. Çfarë do të thotë për ty kjo, Ardit? Si ka qenë jeta të ndash rrugtimin tënd me një binjak? Mua më duke diçka shumë e jashtëzakonshme të ndash jetën me një shpirt binjak tëndin. është me të vërtet diçka e veçantë. Kush nuk është, nuk e din. Jo, më duket se do ta kuptojmë kur këtë ndjesi. Këtë flasim, po. Është ajo normal, na, do të thotë vitë zotin, do shta ko ma afër në këtë rast se këta. Jemi rritë bashkë, kemi linë bashkë, gjithë shka kemi të përbashkë. Edhe normal jeta na ka nda, sa ka qenë vështirë kjo ndarje, Ardit? Ka qenë vështirë, normal që po, se prapë po thëmë, jemi të lidhën shumë shpirtnisht edhe normal ka momente që unë e thras. Aj ma shpesh më tret. Unë jam ma i ftoftë në këtë aspekt, po aj më lajmërohet ma shpesh. Dhe të thotë kur ka kose edhe aj shumë i angazhum, për shamu që këtë periudhë që kemi që prej bigut e këndej, ndoshta e kom taku 2 herë krejt. Okej. Të dy me impenjime me angazhime. Unë me obligimet e mija, aj me turneja në për Evropë, edhe nuk na bjen. Ka periuda që ndoshta 3 muj, 4 muj nuk shifemi.